hapësirë me zgjedh, çka po don me përcjell? Tekstet për mua është pjesa më e lezetshme e punës, me shkruaj tekstet, me mujt veç tekste më shkruajt, është akon shumë i kënaqur me jetë. Domethënë kom shef me dokumentu çka ndodh në jetë. Domethënë nuk është diçka që të rrethon gjatë për me se gjithmonë ka histori brenda çdo teksti. Kur kom qenë më i vogël e kom pas më problem kur jam qenë i ri, veç që kur jam zhvillu më shumë si artist me shkruaj tekste është pjesa kryesore, bele këngët i bëj që me mujt me shkruaj tekste, që me ma mundësu me shkruaj tekste. Çka pritoj me bo më shumë, është me bo produksionin e këngëve, se edhe ato, domethënë, produksionet i realizoj unë. Që kjo është një diçka që nuk jam i lindon bashkë për atë punë, me mujt gjithë kisha punu me producenta që i du, që më pëlqenjë, sidomos jashtë Kosovës. Po, domethënë, muzika është shumë sport i shtrejt, me shku me një studio me bo, domethënë qatë investim që e kisha bu për prodhim të muzikës me producenta, e që një sajnë e tjera, edhe ndërkohë, jo mësu me që jenë vetë producent, e kom mësu një zanat që s'ma ka marrë menja që mësej, ka edhe aty knajsi shumë të madhe, po shkrimi teksteve mbetet pasionin. Edhe kompozimi, gjithsesi, kompozimi i muzikës, me shkrujt këngë, me nxjerr melodin, harmonin, me kështu me radhë. Edhe se si artist ti e percepton se çysh ka me dalë çaj tekst në të gjitha dimenzionet, si